thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Dhe duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore në çdo hap. Dhe natyrisht që raporti i progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces. Dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia jonë dhe jam shumë krenar që tani më askush nuk harron të thotë që Shqipëria është në pararoj të këtij procesi së bashku me Malnezi dhe që më në fund Shqipëria është shembulli pozitiv që ju jepet edhe të tjerëve që duan të bëjnë pjesë e familjes europiane. Ky është raporti për mua. Të tjerat janë të gjitha pjesë të detajuara të një procesi ku ne kemi kryer në një kohë rekord hapjen e 5 grup kapitujve. Besoj që do të kryejmë dhe hapjen e grup kapitullit të 6 dhe do ta mbyllim vitin me të gjithë kapitujt të hapur. Kjo ka ardhur si rezultat i një fakti që unë dëshiroj ta risjell në vëmendjen e të gjithëve. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin. Dhe kemi punuar njësoj sikur të ishin hapur. Dhe për këtë arsye, grupi ynë negociator ka shkëlqyer në këtë proces, sepse nuk ka vajtur në tryezën e negociatave për të mësuar aty se çfarë do të bëj, por ka qenë i mirë stërvitur gjatë epokës 3 vjeçare të poshtrimit të Shqipërisë. Kështu që sot ne i dim shumë mirë detyrat, jemi i vetmi vend në rajon që përdor inteligjencën artificiale për këtë proces dhe fal
diellës ne bëjmë transferimin me një shpejtësi shumë të lartë të gjithë trupit ligjor të Bashkimit Evropian për të adoptuar në trupin ligjor të Republikës së Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër kryem me përpikmëri të gjitha ato objektiva që janë vendosur në kalendarin e përbashkët dhe analizojmë me shumë durim dhe me përurësi të gjitha ato që këtu janë të rreshtuara si probleme që duhen adresuar dhe duhen zgjidhur. Kështu që dua të falenderoj nga zemra që të dyja ministret tona, përkatësisht kryenegociatoren dhe zëvendës kryenegociatoren, që janë realisht dy arsye të mëdha për të ndjerë të qetë dhe njëkohësisht për të marrë të gjithë respektin në Bruksel, së bashku me gjithë negociatorët, një pjesë të cilëve janë këtu, që janë krenari kombëtare për ne. Nuk dua të zgjadem më tutje. Në të gjitha fushat raporti ka edhe arritjet, edhe problemet. Në të gjitha fushat raporti ju thot shqiptarëve që Shqipëria ecën vendosmërisht në drejtimin e duhur dhe nga ana tjetër na thot ne se çfarë duhet bëjmë më shumë dhe më mirë që të ecim pa asnjë ndalesë për të arritur objektivin e vitit 2027. Dhe uroj dhe shpresoj që këtë urim ta marrin ashtu siç duhet të gjithë ata që nuk e duan këtë qeveri, por që sot duhet të ndjehen shumë mirë, sepse sa më pranë bëhes të jemi, aq më shumë do të ketë edhe për ta hapësirë dhe për kujdesje, gjë që nuk mungon as në këtë raport. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë, qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Se mbështetës dhe kundërshtarët të qeverisë jemi në kohë të ndryshme sipas qeverive që shkojnë dhe që vinë. Kjo jona nuk do shkojë pa sjell Bashkimin Evropian në Shqipëri dhe pa e bërë Shqipërinë antare krenare të Bashkimit Evropian. Më tutje pastaj do shohim e do bëjmë sipas asaj që do të vendos populli. Këto ishin fjalët e mia, tani jemi të hapur për pyetjet dhe nuk mund të ngrini dorën pa folur veterani legjendar Muhamet Veli. Faleminderit Kryeministër Muhamet Veli nga Top Channel. Zotë Kryeministër, Komisionera Kozdi